Deklaratat që mbahen në këtë parlament janë në kufitet pa besueshmes zoti kryetar dhe deputeti parafolës ka thyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhëhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetët e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët të votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinë shqiptarë se paguan apo sillen vërdall nga Fredi Beleri. Së dyti, zoti kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, po me thënë drejtën, kur s'kam parë nga zoti Ruçi për shembull, apo dhe nga pararësi i tij zoti Balla, që çfarë s'na ka thënë, çfarë s'na ka bërë dhe na ka përjashtuar dhe nga parlamenti, që të dalet të thotë tu që Partia Socialiste do dali dhe do të shtypë. Nuk e kuptoj se si një deputet që pretendon të jetë në radhët e të rinjve, të flasë me një gjuhë dhune dhe në kufit e urrëties. Kjo është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptar, mbani përgjegjësi, mbani dhe gjuhën, sepse e dim se çfarë trashëgimie të dhunshme keni. Sepse është për t'u habitur që njerëz me thinja në Partinë Socialiste mbajnë gojën edhe rioshët lëshohen, a thua sikur nga kanë dalë. Faleminderit.